po dalë të një gamë ma e lehtë e infeksioneve dhe smundjeve. Janë disa gra që në muajt e fundit dhe në javët e fundit marrin infeksione urinare, infeksione të ndryshme dhe detyrohen me marrë antibiotik. A guxojnë, a rrezikojnë foshnjën? Po, patjetër që guxojnë. Tash që e përmend infeksionin me këtë mënyrë. Në javën e 36-37 çdo grua shtazone e marrë strisho vaginale, sepse sidomos për shkak streptokokëve, streptokokët domethënë janë ushneni, bakterie, domethënë që duhet edhe për hapën, po edhe shumë e rrezikshme për foshnjën që duhet, domethënë foshnja pas lindjes duhet më përcjell edhe 7-2 orë tjera se mundet me pas se pasojat janë shumë të mëdha. Sidomos lindje normale. Sidomos lindjet natyrale. Por edhe lindjet që me prirje cesariane domethënë duhet më marrë strisho vaginale për shkak të këtyre bakterieve. Veç para mendohet sa rand, më thonë një grua shtazone e ka Escherichia coli në pjesën vaginale. Edhe beba kalon në përqato. Në ma që duhet më trajtu. Po në ma që gjithmonë kemi biseduar dhe ma herët që vetëm se duhet me përgjithë cilin antibiotik dhe më